Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Letra që po ndaj sot është një letër tepër e ndjerë, një letër me shumë emocion dhe një letër me shumë dhimbje. Këtë letër e ka shkruar vëllau për vëllain e vet. I dashur vëlla. Ka disa fjalë që zemra i mban për një kohë të gjatë dhe nuk arrin dot që t'i thot. Sot vendosa t'i shkruaj sepse ndonjëherë letra flet më qartë se sa zëri. Jeta na ka sjellë shumë sfida, gëzime e mërzi. Kemi kaluar ditë kur kemi qeshur bashkë dhe ditë kur secili ka mbajtur dhimbjen e vet. Por pavarësisht gjithçkaje, ti do të mbetesh gjithmonë vëllai im. Më mungojnë bisedat tona. Respekti që kishim për njëri tjetrin dhe koha kur nuk na ndante bashk asnjë gjë. Sot e kuptoj se jeta është shumë e shkurtër për krenari, për keqkuptime dhe për fjalë të cilat në thelb na lëndojnë. Njerëzit mund të vinë e të ikin nga jeta jonë, por lidhja e gjakut nuk zëvendësohet kurrë. Asnjë pasuri nuk vlen më shumë se sa një vëlla. Asnjë fitore nuk ka kuptim kur zemra është e rënduar. Nëse të kam lënduar ndonjëherë, të lutem më fal. Nëse edhe ti më ke lënduar, unë zgjedh të fal, sepse dua që kujtimet tona të jenë më të forta se çdo debat. Të uroj shëndet, të uroj jetë. Kur ishim të vegjël nuk e dinim çfarë ishte inati, nuk dinim çfarë ishte ndarja. Mjaftonte të dilnim jashtë, të luanim bashkë dhe bota e tëra ishte e jona. Në çdo vështirësi ishim njëri pranë tjetrit. Nëse njëri qante, edhe tjetri ndjente atë dhimbje. Atëherë nuk kishim para, nuk kishim pasuri, por kishim diçka shumë më të madhe. Kishim njëri tjetrin. Sot vitet kanë kaluar, si e cili ka krijuar jetën e vet, familjen e vet dhe përgjithësitë e veta. Kjo është rrjedha normale e jetës, por ajo që nuk duhet të ndryshoj kurrë është respekti dhe dashuria mes vëllezërve. Më dhëm kur shoh si jemi larguar, më dhëm kur kalojnë ditë, java apo muaj pa folur. Më dhëm kur të shoh si një njeri të huaj, ndërkohë që kemi të njëjtin gjak. Nuk e kam menduar kurrë se do të vinte një ditë kur do të ishte kaq e vështirë të flisnim si dikur. Nuk dua realisht të fajsoj askënd. Çdo familje ka sfidat e saj. Dhe çdo njeri ka kënd vështrimin e vet. Por shpesh ndodh që keqkuptimet, krenaria ose ndikimi të tjerëve krijojnë distanca mes njerëzve që dikur ishin shumë të afërt. Kjo është një dhimbje që nuk shërohet lehtë. Kam menduar shumë net për bisedat tona, për të qeshurat, për sakrificat që kemi bërë bashkë dhe për premtimet që i bënim njëri tjetrit. Sot ato kujtime më japin forcën, por njëkohësisht më lëndojnë sepse nuk jemi më si dikur. Vëlla, jeta jonë është shumë e shkurtër. Sot jemi këtu ndërsa nesër nuk e dim. Nuk ja vlen të humbasim vitet të tëra për shkak të inatit ose të heshtjes. Nuk ja vlen që fëmijët tanë të rriten pa e njohur dashurinë mes xhaxhallarëve dhe kushërinjve.
Nëse kam gabuar ndaj teje të kërkoj falje. Nuk e kam problem ta pranoj gabimin tim. Sepse për mua një marrëdhënie mes vëllezërve vlen më shumë se sa krenaria. Nëse edhe ti mendon se kam gabuar, do të doja ta dërgoja apo ta dëgjoja nga goja jote dhe jo nga njerëzit e tjerë. Shpresoj që një ditë të ulemi bashkë e të pim një kafe dhe të flasim si burra, me respekt edhe me qetësi. Të kujtojmë prindërit tanë, sakrificat e tyre dhe amanetin që gjithmonë na e kanë lënë. Të mos të ndahemi kurrë. Unë do t'jem gjithmonë vllau yt, pavarësisht çdo gjëje. Më vjen keq që ne të dy u idhëruam për gratë, sepse gratë tona nuk donin që ta shihnin njëra tjetrën, sepse gratë tona nuk donin që t'i jepnin respekt dhe dashuri njëra tjetrës. Dhe sot ne e shohim njëri tjetrin me shumë urrejtje dhe shumë inat, vetëm shkaku i grave tona. Dhe kjo gjë më beso që më dhëm shumë. Ti e din kush jam unë. Iniciali im është AJ. Të lutem, më shkruaj. Nëna është gjallë dhe po e vuan çdo ditë. Ajo mërzitet. Ajo thot, ku ta gjej unë? Djalin që të më vinë në shtëpi të më vizitoj. Por ka frikë t'i thot edhe nuses time. Nga nusja ime, realisht nuk e durojnë dot këtë gjë. Andaj të lutem shumë, qëndro besnik ndaj familjes, qëndro besnik ndaj nesh. Hajde në shtëpinë tënde të vjetër, aty ku të lindi babai, aty ku e dhurove ti vetë lumturinë. Dhe na bëj që ne të jemi të lumtur e të gëzuar. Na bëj që të jemi të gjithë të bekuar. Në fakt kjo është letra e një vllaut që ka shkruar për vllaun e tij. Unë jam krejtësi shkundër që marrëdhëniet familjare, vllazërore të shkatrohen. Uroj me zemër që e gjitha ajo që ne duam ta shohim në jetë të jetë pozitive, edhe dy vëllezërit të pajtohen, nuset duhet ta kuptojnë, vëllezërit janë vëllezër dhe duhet të respektojnë njëri tjetrin, duhet të jetojnë me njëri tjetrin dhe jo të shkatrojnë marrëdhëniet e tyre, jo të shkatrojnë jetën e tyre për diçka që në fakt nuk është e drejtë dhe është e tmerrshme për gjëra të kota. Dua të marr mendimin tuaj në koment, jepni mendimin tuaj në komente.